Allahun e falenderojmë, Allahun e madhërojmë, Allahun e lavdërojmë, dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, mbi ne dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, Ramazani me gjitha ato mirësitë e Tij dhe me gjitha ato begatitë e Tij, ndër tjera, në këtë muaj para ne shprun, para syve tonë sjell gjithë jetën tonë. Kur shikojmë në Ramazan, shikojmë në jetën tonë. Kur kena fillu muajin e Ramazanit, gjithë kena thonë që ka kohë për veprat mira, edhe për namaz, edhe për bamirësie, kështu me radhë, pra ato plane që i kena pas. Por vjen në fundi dhe gjithë e ndijena veten të pikëllumën pse nuk kena bërë dhe diçka më shumë, pse nuk e kena shfrytzuar edhe më shumë. Është pikërisht ajo që ka ndodhur dhe me jetën e secilit prej neve. Kur jena të vogjël, dëshirojmë që të rritena. Kur të rritena, jena të angazhuar me ato dëshira që kena qef me i plotësu, me ata qëllime që ja kena vendos vetes tonë e kështu me radhë, sa që e harrojmë që na vjen fundi. Dhe i vjen njeriu të fundi këtë botë dhe çka? Dëshiron ha sikur se të kthehesha dhe ta shfrytëzoja edhe më mirë jetën. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Secili njeri do të thotë këtë fjalë të cilën Allahu xhaleshanu na thot në Kur'an. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Sikurse të kthehesh edhe të veproja vepra të mira. Allahu thot ayyaman ma'dudat. Këtë muaj e keni në ditë të caktuar. Është e njëjta gjë me jetën tonë. Jeta jonë i ka ditë e caktuame. Edhe atë prej momentin që kena qenë në barkun e Nanës, Allahu xhaleshanu na i ka caktuar ditë të kësaj dynjaje. Dhe ashtu siç kalojnë ditë e Ramazanit, ashtu kalon edhe jeta jonë. Me kalimin e ditëve, kalon pjesë e jonë, dhe me kalimin e këtyre pjesëve kalon e gjithë jeta jonë. Në fillim këtij muaji, siç na tregon edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam, një zatre në qiell, o ti i cili kërkon hajrin, ja ku ke mundsinë. Kurse ti që kërkon sherrin, ndalo, medito, pendoju, kthehu. Kjo thirrje e cila është në Ramazan, këtë kthirje po ashtu a kena na gjatë gjithë jetës tonë. Çdo herë që dëgjojmë ezanin është thirrje nga Allahu xhaleshanu. Çdo herë që shohim xhamin është thirrje nga Allahu xhaleshanu. Çdo herë që shohim që veprohet mirë është thirrje nga Allahu xhaleshanu. Fastajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Thot Allahu, përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit e Tij kur ata ju thrasin, me atë çka juve ju jep jetë. Në fund të Ramazanit, gjithë ne e na shpresojmë që gjithë kena me kenë fitimtar, por njerëzit në përgjithësi ndahen në dy grupe. Është ai grupi i cili ka dështu, dhe që na tregon profeti alayhis salam se një herë erdhi Xhibraili alayhis salam dhe më tha: mirë ai dhe mallkuar ai njeriu i cili e pret muajin e Ramazanit dhe nuk arrin që t'i falin gjinohet. Dhe i tha Xhibraili, thuaj Muhammed amin, tha amin. Pra një pjesë e njerëzve do bëjnë pjesë në këtë grup që muajin Për mujtë Ramazanit nuk kanë marrë kur gjë.
Dhe është grupi tjetër i cili ka arrit shpërblimin, ka arrit mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. E kjo është edhe qëllimi që na duhet të kena në këtë Ramazan. Kjo është për Ramazanin, por po ashtu në fundin e jetës tonë ne do jemi pjesë e tyne dy grupave. Ose do t'jena prej grupi që në momentin e vdekjes engjëjt do a përgëzojnë. Do a përgëzojnë të tenezzelu l-malaiketu. Thot Allahu xhaleshanu ju zbresim engjëjt, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu xhaleshanu i zbret engjëjt të njerëzit e devotshëm për t'i përgëzuar, që mos t'ken frikë dhe as mos pikëllohen, por t'i përgëzohen shpërblimit të Allahu xhaleshanuhu, të cilin ju ka premtuar. Ose do jena nga ato të cilët do pendohen dhe do e shohin realitetin dhe do thojnë ja lejteni kuntu turaba, o mirë për mua sikur t'isha dhe, sikur mos t'kisha ekzistu. Për atë mund të themi që Ramazani është pasqyrë e jetës tonë. Një Ramazan i shfryzuar, një Ramazan i suksesshëm është një jetë e suksesshme. Dhe një Ramazan i lamun masdoret, një Ramazan i neglizhuar është edhe një jetë e neglizhuar dhe e lanun pasdore. Dashur vëllezër, muaji Ramazanit po shkon. Na jena në xhuman e fundit këtij muaji. Jemi në ditën e para fundit. Çka do të bëhet me ne pas Ramazanit? Si do të jetë gjendja jonë pas Ramazanit? A do vazhdojmë me ato shprehit e vjetra? Apo do vendosim që këtë Ramazan të kthejmë një fletë të re? Apo do vendosim këtë Ramazan që të ndryshojmë diçka tek ne? Ramazani është muaji i fitorëve të mëdha. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjitha ndryshimet dhe fitoret e mëdha pikërisht i ka pasur në Ramazan. Ju kujtoj rastin e Bedrit, i cili ka ndodhur pikërisht në Ramazan kur muslimanët kanë qenë agjërueshëm. Se shpesh njeriu thot si ta ndryshoj veten, nuk mund ta ndryshoj veten. Kam jetuar 20 vite, 30 vite, 40 vite me këto shprehi, me këto gjenahe, nuk mund ta ndryshoj, po mund ta ndryshosh. Profeti alayhis salam në Ramazan agjërueshëm po del në betejë. Nuk e ka pas plan që do luftoj. Ai thjesht e ka marr, ai thjesht e ka bë hapin dhe është mbështet Zotin. Dhe Allahu xhaleshanu çka ndodh atë ngjarje e ban fitoren më të madhe të Islamit, fitoren më të madhe të muslimanëve në histori. E jona është që ta marrim hapin e parë, ta bëjmë jetën që dona të ndryshojmë, që dona të ndryshojmë për mirë, dhe të mbështeten në Allahun xhaleshanu dhe patjetër që Allahu do na ndihmojë. Se arma më e madhe e djallit dhe shejtanit është kur të thotë që ti nuk mund të arrish. Po mund të arrish. Po mund të pendohesh. Po mund të heqësh dorë prej gjinave të mëdha të cilet i ke bën kalumën. Mund të heqësh dorë prej atyre smundjeve të cilet shumë vështirë largohesh. Po mund të falesh. Kur mund të falena 1 orë ose 1 orë e gjysmë taravi, dije që të falja 5 vakteve merr kohë më pak se ajo. Ne duhet të ndryshojmë, ne duhet të bëjmë sparit në jetën që të ndryshojmë. Allahu xhaleshanu do na jep sukses. Dashur vëllezër, jemi pra siç e thash në fund të Ramazanit. Me fundin e Ramazanit lidhen 2 adhurime
të cilët shpesh i neglizhojmë ose nuk i bojmë fart mëdha. E para është sadakatul fitri, e cila lidhet me fundin e Ramazanit. Dhe Allahu xhaleshanuhu na ka obligu për pastrim të agjërimit. Kështu që secili musliman, thot profeti alayhis salam, e ka obligim, qoftë i madh ose i vogël, që ta jep sadakatul fitrin. Dhe atë deri para se të falet Bajrami. Kjo është e para. Kurse e dyta, që lidhet pikërisht me fundin e Ramazanit, e Allahu xhaleshanuhu për këtë neve na tregon pikërisht tek ajetet e agjërimit ku thot: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Na thot dhe që të madhërojnë Allahun dhe që të jenë falëndërues. I dërguari sallallahu alaihi wasallam me përfundimin e ditës fundit të Ramazanit fillon të një adhurim i cili quhet tekbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu po na udhëron Kur'an, mas agjërimit po thot bëne kët. Profeti alayhis salam prej natën e Bajramit e deri tek falja e Bajramit e përsëriste këtë thanje dhe këtë jemi të obliguar dhe është mirë që ta përsërisim edhe ne. Qoftë me zan, qoftë në vedi, qoftë bashk, qoftë veçmas. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na i pranoj adhurimet tona në këtë muaj, që të na i pranoj duat tona, që të na pranoj leximin e Koranit, që të na pranoj namazin, agjërimin, gjitha veprat e mira të cilat i kena bërë. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të sjellë tek ne haren, lumturinë, dashurinë. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të zbres tek ne mëshirën dhe elusim Allahun xhaleshanuhu që nga ky muaj të dalim me mëkatet e falura, që nga ky muaj të dalim fitimtar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه غفور تواب.